Dashur miq, jemi sërish në podcastin Mikrofoni Qëndresës, ku ne së bashku me miq tanë mundohemi të ndërtojmë një komunikim I cili mbasi e dëgjon të ketë mundësi të jetë I vlefshëm për ju në mënyrë se si I qaseni problematikave, për perspektiva të reja, pse jo, edhe për të pasuruar pak më shumë se çfarë ndodh në vendin tonë, duke ditur që një pjesë e mirë prej nesh janë të impenjuar edhe shumë gjëra mund të ikin kështu, mund ngelen vetëm në atë rrillësin I cili të ofron 30 sekonda kohë për të kuptuar se çfarë ndodh në botë. Përgjithsesi, me mua sot është Rezarta Çavushe, një mikeshe e vjetër e Jona, e cila në fakt është analiste politikash, ajo ka disa le të themi perspektiva të angazhimit të saj në çështjet e komunikimin, çështjet e ekspertizës për sa I përket analizave të politikave publike që kryesisht lidhen me vendin tonë të dashur që ka 1001 probleme, por Rezarta shumë faleminderit që pjesë e këtij komunikimi. Dhe është kënaqësi që bashkohemi tashmë për të folur për të gjitha eksperjencat tona. Domethënë ne bashkë me shumë mundësi nuk e mbajmë mend ku jemi takuar kur bëhet fjalë për aktivizëm, po unë më duket se e mbaj mend që ka të lidhje me protestuesin. Po, protestuesi protestash ne. Kemi filluar atje, nuk qoftë nuk të kujtohet. Po. Para 10 vjetësh. Jam për 10 vjet, Jam për 10 vjet. Jam për 10 vjet. O Rezarta, kemi bërë gjë ne në këto 10 vjet rrugë? Të ndenjur rrugëve? Jo, në rrugëve kemi ndenjur, po sa produkt kemi arritur. Unë vazhdoj edhe reflektoj. Unë reflektoj vazhdimisht për këtë. Sepse gjithmonë kam atë tendencën që ta shikoj pak gabimin të vetja dhe jo ta delegoj dhe gjithmonë më mundohem a ka një gjë që mund ta bënim më mirë dhe mund ta bëjmë më mirë. Edhe çfarë I ka thënë vetes në bisedat e tua me gjithmonë mendoj që ka hapësirë për tu përmirësuar në komunikim ndoshta, në mënyrën se si I flasim qytetarit. E vërtet është kjo. Edhe për të qenë më afër. Ndoshta kjo pjesa e fundit unë e di nga eksperjenca ime se tani vajtën 10-12 vjet që është shumë e vështirë, sa më tepër kohë kalon dhe është një hendek I madh krijohet edhe mes nesh që I njohim shumë mirë problematikat e qytetarëve, I kemi prekur dhe jemi edhe pak edhe njerëz thjesht vet. Kështu që I njohim edhe I kemi edhe të prekshme këtë lloj eksperiencës dhe prap është një hendek I të konceptuarit, pra të mënyrat se si ne konceptojmë zgjidhjet, mendoj, jo problemet, se problemet ndoshta I konceptojmë njësoj, por po, edhe unë filloj shpesh, edhe unë meditoj shpesh kur bëhet fjalë kur janë këto breaket, domethënë këto thyrjet e mëdha, për shembull që ti mundon të bësh edhe kur testohen pastaj kur bëhet fjalë për zgjedhje apo elemente të ndryshme apo reagime qytetare që ti prej të jenë më të forta, ti ketë pasur një reflektim, të ketë një reagim, një vot proteste, një diçka. Dhe si përfundim... Se dhe unë përpara se të ka një pjesë të aktivistëve që e derdhin dufin e tyre tek qytetari. Domethënë, problemi është që ne duhet të kuptojmë edhe vetë që mund të kemi bërë gabime, nuk kemi ngrijuar komunikim, kemi pasur frekuenca të ndryshme. Se jo domosdoshmërisht. Jemi edhe pak të ndarë dhe nuk kemi punuar ndoshta shumë për të bashkuar dhe ndoshta kjo ka qenë më tepër e rëndësishme se aksionet e veçanta, ndoshta ka qenë më e rëndësishme dhe kjo është gjëja që unë reflektoj më tepër, që ndoshta është më e rëndësishme që ne të krijojmë një rrjet të mirë aktivistës dhe njerëzit të dedikuar ndaj kavzës, njerëz me integritet. Rezarta, mendon ti edhe ti si kryeministri që tha shoqëria civile ka vdekur, më tregoni ku të vendos lulet? Jo, unë nuk mendoj. Domethënë, të paktën historia ka treguar që ka gjithmonë një nevojë për njerëz që të thonë të vërtetën. Dhe në mandatin e 4 kur jemi ne, ka akoma më tepër nevojë, sepse njerëzit tani, qeveria është ajo që mbar të gjitha ambicjet e mundshme dhe ka ata njerëz që janë të dorëzuar dhe ne duhet ta kuptojmë që shumica e njerëzve janë pajtuar me të keqen. Ta kuptoj. Dhe të jesh aktivist tani do të mbash atë integritetin dhe të mbash atë konsekuencën dhe të vazhdosh të thuash të vërtetën në radhë të parë. Pastaj vijnë aksionet. Po nga ana tjetër, ti vetë mendon që I është përgjigjur, le të themi, qytetari, intelektuali, elita, nuk e di kush nga këta, I është përgjigjur nevojës, pra nëse ti mendon që tani është nevoja më shumë se kur bëhet fjalë për mandatin e 4. Zërat janë shtëruar apo është pasuruar? Janë shtëruar.
domethënë, në qoftë se Pa unë nevoja është, por reflektoj rezistenca ka se rënë. cila kush ka dështuar këtu, unë mendoj se intelektualët janë ata të cilët kanë dështuar. Një pjesë nuk duan të angazhohen. Pra ne kemi intelektual shumë të mirë, po të cilën i shohin si probleme të pakabërcyeshme problemet e vendit tonë. Edhe komunikimin e vështirë me njerëzit e thjeshtë, sepse është e vështirë të komunikosh me njerëzit e thjeshtë. E vërtetë është. Një pjesë e tyre ka mangësi në edukim, ka mangësi në mënyrën se si perceptojnë gjërat, edhe intelektual nuk duan të angazhohen me njeriu e thjeshtë. Dhe thjesht të rishen në ato veprimtaritë e tyre, angazhimet e tyre, nuk mbajnë qëndrime, dhe kjo ndoshta ka qenë gjëja që i ka dëmtuar më shumë në tërë këto vite. Dhe njerëzit që mbajnë qëndrime kanë qenë njerëz aktivistë, njerëz që ndonjëherë për arsye të ndryshme si me thënë, mbartin edhe këtë njollën e angazhimit, pra ti angazhohesh se ke një interes personal, ke disa ambicie politike që edhe mund t'i kesh sepse jo kur angazhohet, dhe unë jam ndoshta një të paktë që të them që ndoshta një të ardhme e shikoj dhe një angazhim politik dhe nuk dua ta fshej këtë lloj gjëje. Më qëndro pak këtu. A të qëndroj këtu? E di pse do qëndrosh këtu, sepse ti e ke shansin shumë të lartë, edhe sidomos kur bëhet fjalë për kryeministrin që qeverisë të vend. Sepse ai këto beautiful mind ose këta që kanë një lloj angazhimi, vjen edhe të ofron diçka. Dhe ti e përjashton apo nuk e përjashton? Ti je një zëvendësministre e qeverisë Rama. Jam sigur që nëse unë do të kisha shprehur çfarëdo lloj dëshire edhe privatisht diku, jam e sigurt që do ishin shumë të gatshëm të thithnin, sepse duan që zërat që janë kundër. Pra ti do, po jo kështu. Duan t'i përthithin. Jo, absolutisht në asnjë mënyrë. Për mua ka qenë gjithmonë e qartë, si edhe për njerëz të tjerë. Ishte shumë e bukur, ndërkohë që ne protestonim sot, po shikonim lajmet që një funksionare e lartë e Partisë Demokratike ishte bërë drejtoresh e një spitali, domethënë ishte nga lufta për t'i treguar shqiptarëve se çfarë nuk shkon me këtë kryeminist, ajo vjen në shërbim të këtij kryeministri, por megjithatë se jo pak javë më përpara ishte gjithashtu një aktiviste e Partisë Lirisë që u bë zëvendësministre. Duhet të formulat ne njohim. Jo, po mos e kemi gabim ne, mos këta mendojnë, që unë kam një profesion, ky nuk bie. Domethënë për aq kohë sa mbreti nuk vdes, hajde ti shërbej mbretit edhe me aq sa kam unë kapacitete, ti shërbej këtij vendit. Domethënë duhet Unë kam tendencë që gjithmonë të reflektoj dhe të analizoj mi motivet e këtyre, se nuk duhet gjithmonë thjesht të gjykosh, se gjykosh shumë e lehtë. Unë atë ta bëra aftesën. Dhe unë përpiqem që ta kuptoj edhe pozicionin e tyre, këta njerëz që mund të kenë një angazhim të gjatë, mosha bën të vetën sepse njeriu kërkon të rritet dhe të eci profesionalisht, dhe kur ti e kupton që, siç thash, qeveria mban të gjitha ambicet e mundshme dhe ambicet ecin vetëm në një drejtim, atëherë ndoshta je edhe i detyruar. Kështu që unë e kuptoj, por nuk e ndaj këtë lloj qasje në mënyrë absolute. Unë mendoj që ne kemi nevojë për njerëz kurajoz. Sot e kam thënë këtë edhe që në 2021 e kuptova që këtej tutje ne na duhen njerëz kurajoz. Nuk na duhen thjesht njerëz që është shumë e vërtetë kjo. E megjithatë ne janë profesionistë shumë të mirë që morëm një kthes kur po flisje për intelektualët. Edhe kur mendon për intelektualët në vend, kam përshtypjen që racionalisht mund të mendosh për akademinë, pra për profesoratet, edhe për profesionet të cilat le të themi marrin me vete ose mbartin me vete një pjesë të ekselencës së vendit tonë. Edhe për të hyrë pak edhe me atmosferën e muajit ose e temës që dua të trajtoj që lidhet me shëndetësinë, në fakt historikisht në vendin tonë pjesën më të mirë të shqiptarëve, nxënësat më të mirë të vendit kanë shku tek nxitin mjekësinë. Kush ishte më i zgjuar, më inteligjenti, më i afti në kuptimin e të kuptuarit, shkonte në mjekësi. Edhe ne për 30 vite me radhë kemi furnizuar shëndetësinë me pjesën më të mirë tonën. Dhe ndërkohë që e kemi furnizuar me pjesën më të mirë tonën, është po kjo shëndetësi e cila në fakt nuk prodhon për qytetarin në proporcion me çka i japim ne. Pra ne i japim më të mirën, po ajo na jep mbrapsht më të keqen. Si qëndron ky raport me? Shiko, shëndetësia në vetvete është një nga fushat më të rëndësishme. Jo vetëm sepse shpëtohet jetë, dhe jeta është e drejta themelore e njeriut dhe ajo më e rëndësishme për të ruajtur. Dhe këtu është dështimi i parë joni si shoqëri dhe i klasës tonë politike, pra i liderëve tanë politik. Dhe sigurisht këtu përgjegjësia më e madhe bie atyre që kanë tani janë në mandatin e 4. Dhe kanë patur më tepër resurse, kanë patur edhe
kanë përfituar nga, siç e thati, pjesa më e mirë e rinisë, do thoya, shqiptare, dhe tani ata shumica janë larguar sepse këtu nuk shohin mundësi rritje, nuk shohin një të ardhme të sigurt në radhë të parë. Edhe kjo pjesa e problemi i onkologjikut për cilën është protestuar sot, mendoj që është epitoma e gjithë problemit që ne kemi. Aty ke të gjitha problemet që mund të ka shëndetësia, i ke aty, por i ke në një perspektiv shumë të zymt, sepse bëhet fjalë për një sëmundje që ka në vendin tonë të paktën një nivel shumë të lartë mortaliteti. Domethënë, këtu të sëmurët me tumor vdesin në masën 28%. Po të bëj vetëm një pyetje. Vetëm gjeje se sa është niveli i mortalitetit në një vend zhvilluar. Jo, nuk e kam. Po mua më duker ka 28%. Gati 1/3 rasteve është shumë. Domethënë, nga ishin dhe këto të dhëna vinë nga Ministria e Shëndetësisë, nga Shëndeti Publik, janë të fillim muajit. Në 10 veta 3 e humbim me tejen. Po. Është 1.5, 2.5 maksimumi. Kemi protokolle të trajtimit klinik të 2013. Të paktën sipas raportit të KLSH-s, kemi mungesë furnizimi me ilaçe, kemi mungesë mbajtje të dhënash, gjurmim se ku shkojnë, domethënë, kemi mungesë planifikimi, domethënë sa në një periudhë caktuar, sa ilaçe do na duhen ne në bazë të eksperiencës. Kemi mungesë metodologjie që është për të vënë duart në kokë në 2025, sepse qeveritë mbas 35 vjetës arrin të zhvillojnë disa procese dhe disa metodologji që thjeshtëzojnë dhe shpëtojnë jetë në këtë rast. Dhe plot problematika të tjera, ke mungesë ilaçe, ke mungesë kontrolli, kemi Ministrinë e Shëndetësisë që ka mungesë kontrolli ndaj QSO-s, nuk e kontrollon fare, të paktën ky ishte përfundimi që dha KLSH-ja. Kemi QSO-n që nuk ushtron asnjë kontroll ndaj këtyre furnizuesve të ilaçeve. Kishin rreth 59 shkelje kontratash, asnjëra prej tyre nuk ishte kontrolluar. 59. Gati gjysma e barnave, të cilat përdoren për të trajtuar tumoret, nuk janë importuar kurrë në këto 4 vitet e fundit. Gjysma gati, ishin rreth 46-47%. Shumë më tepër edhe se që është raportuar, se kemi patur kolegun ton, Osman Stafa, që ka qenë shumë i dedikuar ndaj kësaj çështje dhe cilit unë mendoj se si shoqëri duhet i detyrohemi shumë, domethënë sepse mendoj që është ai që ka qenë i pari dhe këmbgulja e tij që ka sjellë në zbulimin e të gjithë problematikës deri në nivele kapilare. Realisht. Dhe problematika nga më të ndryshmet. Nuk kemi buxhet. Thuhet aty që buxheti është i pamjaftueshëm për të siguruar kurimin e pacientëve. Dhe plot tjera. Ka disa barna, për shembull, të cilat pengojnë shtimin e qelizave tumoriale, të cilat ne i prodhonim, këtu kishim një divizion të veçantë, dhe nuk kishim asnjë lloj metodologjie, asnjë lloj protokolli për prodhimin e tyre, as mjetet që ishin mjete shumë të vjetra, jo të automatizuara, që të thotë mënyra se si prodhoheshin nuk garantonte që ky produkt, kjo barn do të ishte në standardin e duhur, pra që të shëron, pra ka një efekt te pacienti. Në këto kushte jemi neve. Është e vërtet kjo. Po, nga perspektiva, sepse po mundohem ta lidh pak me tetorin roz, që për të vërtetës kishte filluar të... Ka qenë shumë ke parasysh ka aktivitete vit për vit, nështë këtë vit ka qenë shumë i qetë, s'ka patur nga qeveria, s'ka bërë çdo. Se dhe unë mendoja që në këtë muaj, shikoja kështu bëshin kërcenin kalamajt, nxirnin kështu në për koncerte, në për shfaqje. Bënin disa veprimtari formale për të ndërgjegjësuar. Në kuadër të fushatës së ndërgjegjësimit, po mendojnë që qeveria e ka ndërgjegjësuar, s'ka nevojë të ndërgjegjësoj më. Po me këto, të paktën në 2 vitet e fundit, ne nuk kemi PET scan që është. Po. Se folën për nivelin e mortalitetit. Po, të fton për të diagnostifikuar dhe pasi të diagnostifikon të prit radhën për të vdekurit. Unë s'kam çfarë të bëj. Dhe unë kam eksperiencat familjarëve të mi dhe madje kur kam qenë adoleshente jam kujdesur për gjyshin tim 3 vjet, por aktivisht, jo thjesht kam qenë prezente, por aktivisht deri në momentin që ai ka kaluar dhe e di shumë mirë
se sa e rëndë është kjo dhe nuk do t'ja uroja as armikut tim më të keq këtë lloj sëmundje, domethënë, sepse nuk me vërtet nuk di se si ta ngushëllosh personin në të tilla kushte dhe edhe unë isha në të tilla kushte, domethënë. Po ku gjendesh në të tilla kushte, cilat janë domethënë ato mendimet që i vinë përpara një qytetari, domethënë të largohesh nga vendi, mas e njëra, të fillosh të korruptosh kush del përpara për ta zgjidhur çështjen 2, nuk e di domun. Kjo është një nga sa di unë, dhe përveç se eksperiencë familjare, kemi patur të miq, kemi patur kolege Po është e pamundur ti jesh e imunizuar nga kjo. Kam një kjo. shoqen time që po kalon në këtë lloj eksperiencë dhe ajo ka ikur, domethënë sapo e mori vesh, iku në Itali sepse këtu nuk e tentoi, e pa llojin e shërbimit që ofrojnë këtu dhe njerëzit çfarë bëjnë, marrin borxh, hyjnë në borxhe, lek harxhohen pafund dhe mendoj që njeriu kur vjen puna te shëndeti i harxhon ato lek, i merr borxh. Po çështja është që të paktën të di që po merr një shërbim, atë që është i disponueshëm. Edhe kur paguan është gjithsesi problem. Po mikesha jote në Itali është duke marrë shërbim të mirë tani? Po patjetër është. Si me natën, është në remision me sa di unë, po në vendin ton është se çuditshme dhe unë kam familjar të mi të cilët kanë shkuar në Itali edhe shumë e çuditshme që një shtet tjetër i trajton me kaq humanizëm, me madje marrin edhe ndihmë financiare. Jo vetëm që nuk rënohen për të përballur me problemin shëndetësor që kanë, por një shtet tjetër i del për zot qytetarit të Republikës tonë vetëm për le të themi për humanizmin që social ndaj ekziston të ndihmoj ty në momentin tënd më të keq. Jo se duhet jetë aty që të mbaj ty gjatë gjithë jetës tënde dhe të bëj të lumtur. Po kur ti je në momentin tënd më të keq dhe ku mund të jesh në momentin tënd më të keq veç se në rastin kur përballesh me një sëmundje të tillë. Jo, vërtet është. Dhe ti sepse ti mund të jesh smur, por kur je në Shqipëri, ti mund të jesh smur, ku ta di unë, nuk je në Tiranë, je në një qytet tjetër dhe duhet vish këtu për ditë. Po ti duhet vesh në punë dhe vazhdon ti vete edhe në punë. Unë kam dëgjuar lloj-lloj situatash dhe lloj-lloj historish. Megjithatë ti mendon që po mundohem të kuptojnë edhe nëse ka ndonjë diferencë midis mënyrës se si përballen djemtë dhe burrat në sistemin shëndetësor dhe gratë dhe vajzat. A ka ndonjë sfidë të shtuar kur bëhet fjalë për dallimet gjinore brenda sistemit ton spitalor ose nuk e di, nëse ka të tilla? Nuk mund të them me siguri, ndoshta jam unë që nuk e kam parë në njërë nga kjo lloj perspektive, them drejtën, po përgjithësi gratë dhe vajzat kanë sfida. Gati në çdo fushë përballen me sfida të tepërta. Duke filluar ndoshta që nga fushia financiare, sepse ne thamë që kjo është një sëmundje që kërkon burime financiare dhe burimet financiare në vend janë të përqendruara që do të thotë nëse ky sistem disavantazhon të doptin, nëse le të themi gratë dhe vajzat janë më të dopta në kuptimin financiar edhe të statusit social në vend, sigurisht që ato do mbajnë barrën më të madhe të këtyre politikave. E vërtet. Edhe duke dashur të vazhdoj tek gratë dhe vajzat, unë do doja të pyesja mbi qasjen tënde në lidhje me le të themi përfaqësimin e grave dhe vajzave në politikë bërje, që ne e kemi rregulluar në një farë mënyrë me kuota. Ju mendoni që kuotat janë le të themi një qasje e drejtë dhe më pas janë të merituara kur ato aplikohen apo janë një lloj fasade, domethënë cila është qasja, se ne për shembull kemi qeverincjen me prezencë të grave në mënyrë të jashtëzakonshme, jemi dhe kampion kështu Europë. Po, pikërisht morëm gjithë tituj 4 vjet më parë. Si të bën të ndihesh ty kjo si vajzë? A të bën të ndihesh kështu më superior ndaj unë që nuk jam aq mirë i përfaqësuar? Nga njëra në terma numrash kemi një rritje të angazhimit të grave në politikë dhe këtë duhet ta pranojmë, se mbas edhe kjo është arritje, nuk duhet ta mohojmë. Por po të shikosh pak më afër, ka shumë shtresa problematike kjo. Radh parë angazhimi i grave në politikë do duhet dhe është preferenca ime që të ishte pak më organik. Pra, angazhimi i grave në shoqëri që ka ndodhur në vendin ton, gratë shkojnë në universitet, janë në numra më të madh, diplomohen, pikërisht. Dhe kjo të reflektojë edhe në përfaqësimin e tyre në politikë. Po faktikisht ka ndodhur
ka qenë e nevojshme që të prezantoheshin kuotat dhe por unë mendoj që Madje qeveria përcaktuesi edhe vërtet- ministren digjitale zgjodhi për ta pasur një vajzë. për grua. balancën gjinore, për siguruar balancën gjinore në qeveri se janë vërtet. Por jo, mendoj se është formalitet në shumicën. Pse? Sepse është e gjithë dinamika e përfshirjes së grave në politik përcaktohet nga dinamikat brenda partisë. Dhe partitë janë domeni i burrave. Unë kam bërë edhe një ulëmtim vitin e kaluar pikërisht për përfshirjen e grave në politik dhe diskriminimin ndaj tyre. Dhe mund të them që, do të thënë, vetë gratë e përfshira në politik, sidomos ato të zonave rurale, do të përballen me realitete që ndoshta për ne që jetojmë në qytete janë të pa imagjinueshme dhe identifikojmë me shekullin e kaluar. Si për shembull, ti je një grua këshilltare dhe shkon në mbledhje partie dhe pastaj vendi aty ku jetoj, njerëzit aty ku jetojnë thonë, po ti ku veten në një mbledhje me burra? Ti do të marrësh burrin me vete. Kupton? Ti je një grua që je e angazhuar në politikë, që mendoj që është një nga angazhimet më aspiratat më të larta të një njeriu. Dhe ti ke nevojë për autoritetin e burrit, që në fakt thjesht minon autoritetin tënd si politikane, pra nuk mund të funksionojë. Por kjo është situata në fshat, domethënë. Dhe pastaj edhe në qoftë se ti ja del të rritesh në një post të caktuar, thonë që është për shkak të duhet të kesh bërë një akt imoraliteti, domethënë. Janë disa paragjykime që gjithmonë e shoqërojnë. Po, është janë dinamika shumë të mëdha. Pushteti financiar brenda partisë mbahet nga burrat dhe jo nga gra. Grave nuk u jepet një buxhet i dedikuar për kur ato kandidojnë, kur janë kandidate. Kështu që kjo është direkt dizavantazh në krahasim me kolegët e tyre burra, domethënë. Janë të tëra këto dinamike. Pastaj ne kemi parë gratë në pozicionet më të larta dhe pyetja është gjithmonë, sa pushtet kanë ato për të vendosur? Dhe kjo është përfshirja e grave në politikë, domethënë, përfshirja e grave në vendimarrje. Po, në një farë mënyrë. Dhe unë mendoj që nuk e kemi arritur përfshirjen e grave. Është një lloj fasade. Deri tani është fasade patjetër. Por që unë mendoj që duhet ta them edhe këtë. Unë mendoj që përgjegjësia është edhe mbi gratë e angazhuar të gjitha spektrave, domethënë. Ato që janë të angazhuar në politikë, sepse mendoj që kur je në atë lloj pozicioni e ke një farë pushteti që të ngrësh zërin edhe për gratë e tjera. Dhe mënyra se si mund ta bësh këtë është duke luftuar me kolegët e tjera për të drejtat e tua rreth parë. Sepse nëse ti je politikane dhe je diskriminuar, imagjino se çfarë ndodh me gratë e thjeshta. E thjeshta që të shikojnë ty. Dhe ne akoma i kemi këto shënjestrimet e grave në media me imazhe pornografike, që ne jemi aktivistë, kemi qenë kritik të qeverisë dhe megjithatë në momentin që kanë qenë gra ministre, për shembull, që janë targetuar, na është dashur të flasim. Sepse nuk është ajo mënyra se si ne duam të kritikojmë, se si ne duam që të flasim, qoftë edhe të flasësh kundër qeverisë. Nuk është ai standardi që duhet vendoset. Nuk na duhet ajo lloj kritike fare, përkundrazi ajo e minon edhe kritikën e shëndetshme. E vërtetë është kjo. E megjithatë ne jemi në një pozicion ku ai që le të themi ka pasur qasjen më të paktën nëse e konsiderojmë në dukje, kryeministri Rama ka pasur një qasje shumë më përfshirëse për gratë dhe vajza në vendimarrje. Po nga ana tjetër me të drejtë ju konstatoni që është domeni i burrave dhe ti nuk rrit rreshta potencial vendimarrëse, por rrit le të themi një lloj delegimi pushteti që të krijojnë më shumë varësi, pra ti krijon një ushtri vajzash dhe grash që ekzekutojnë, nëse është kështu më mirë edhe mos ishin fare, mbaj ata të tuto zotëri. Por ai është, le të themi, mbetet sërish një konsumator i politikës në kuptimin e fitoreve që ai ndërton. Edhe tashmë është në mandatin e 4. Si e keni parë këtë, le të themi, fillim të mandatit të 4 të kryeministrit? Domethënë, a patët një reflektim mbas fitores së tij dhe si u duket ky afër 100 ditësh i tij, domethënë? Mua që nga viti 2021 më ka pak me demoralizim kjo. Pavarësisht se rezultatin e pres në çdo rast, edhe herën e kaluar edhe këtë herë, po më ka pak në befasi se filloj të demoralizohem, sepse normalisht ne presim
ndryshim, Po. ndërkohë që fytyra e qeverisë, po ta shikosh, nga mandati në mandat ka qenë gjithmonë edhe më e panjohur. Njerëz gjithmonë edhe më të patestuar, njerëz që nuk kanë bajë qëndrime publike, që nuk kanë, mund të kenë një karrierë diku, po nuk kanë kontribut real në shoqëri. Pra nuk janë njerëz, janë asetet shoqërisë aty dhe të paktën të japin një shpresë. Dhe paradoksalisht do veçoja pak ministren e re të shëndetësisë, nga e cila në momentin që u shpallë dhe unë pata një farë pritshmërie, por edhe gjithmonë duke patur. Pse e patë pritshmëri për shkak të formimit? Për shkak të formimit, për shkak të karrierës andej. Unë e di që zonja është shkencëtare, me të vërtet një shkencëtare e nderuar dhe merit, domethënë me merit. Por duke patur gjithmonë parasysh që këtu edhe njerëzit që cilët mund të vinë dhe kanë një karrierë, kanë një bagazh, kanë fuqi vendimarrëse dhe kanë fuqi që ta transformojnë institucionin ku janë caktuar, nuk kanë fuqi për të marrë vendime të vërteta dhe realisht them se po e shikojmë që nuk duhet kemi shumë pritshmëri në këtë aspekt. Që do të thotë, nuk mendoj që është një kohë e shkurtër për të ndërtuar një. Patjetër, është kohë e shkurtër, këtë do ta pranoj, domethënë, po thjesht nga përshtypja e dielli, thot populli, dielli duket për sabah. Kështu që edhe nëse është e shkurtër, nëse do kishte diçka ndryshe mbase mund ta kishim vërejtur. Unë e konsiderova në momentin e parë pozitive që ajo e preku pak çështjen e onkologjikut, po. Dhe aty faktikisht kam ndërtuar disa pritshmëri. Po. Të shohim. Për ishte vërtetës kështu ishte, që ajo e preku. Pastaj kur shkoi te kryeministri, nuk doli gjikundi onkologjiku, edhe kjo ishte një kështu një lloj brenge ime, thash e la, çapo ndodh, pse? Vetëm është shpresa ime që të gjitha aktorët që janë angazhuar, qoftë opozita, qoftë aktivistët, qoftë gazetarët, të mos e lëshojnë këtë lloj kauze. Dhe të mund të kemi një produkt, nuk e di, mund të jetë një komision, mund të jetë interpelancë, megjithatë duhet kemi një llogaridhënie. A mundet të shtyjnë qytetarët përpara këtë si kauzë, domethënë, a mund të ketë cili mund të jetë mekanizëm që qytetarët mund të ndryshojnë realitetin brenda sistemit shëndetësor. Se shpeshherë bëhet kështu polarizuese, kujtojnë për shembull socialistët nuk kanë kohë, na thua ti se po ti je socialist nuk të zeja pandesiti apo nuk do bësh për spital. Po, e vërtet. Duhet kemi parasysh nga një anë që gjithë njerëzit që janë kritik dhe të pakënaqur kanë humbur shpresën dhe janë larguar dhe vazhdojnë të largohen dhe shikojnë jetën e tyre jashtë këtij vendi. Dhe kjo i lë pak ata që janë të gatshëm të bëjnë diçka për këtë çështje. E vërtet është. Unë mendoj që përveç zërave publik që kanë folur nuk duhet kemi shumë pritshmëri për momentin për këtë. Por mendoj që opozita ka instrumenta, nëse ka vullnetin, ka instrumenta, sepse ka një numër shumë të madh deputetësh në parlament, cilët kanë instrumente që mund ta mbajnë në vëmendje dhe mund të kërkojnë llogari. Çfarë nuk shkon me opozitën që se bën këtë nëse nuk e ka bërë? Opozita ka agjendën e saj, ka problemet e saj dhe ky është problemi më i madh, që opozita ka problemet e veta që nuk janë problemet e qytetarit. Domethënë, këto kauza që duhet ishin prioritare, dhe duhet i mbante prioritare, derisa ajo të shikonte një reagim, nuk ndodh. E di që vitin e kaluar kanë kërkuar një shtesë në buxhet për të patur një pajisje packaner dhe dakord kjo është pozitive. Megjithatë, këmbgulja dhe dedikimi mungon. Dhe më pozita, madje aty në parlament ndonjëherë i sfumon edhe deputetët e vet nuk i lejon që të flasin, domethënë sepse ka këto aksionet e veta të përplasjeve të pakuptimta. Unë mendoj që fjala dhe gjithë mekanizmat që opozita ka në dorë janë shumë më të rëndësishme se këto aksionet që janë aksione mediokre në këtë pikë, që janë bërë. Po flet për aksionet brenda parlamentit? Brenda parlamentit, përplasje, që thjesht po e delegjitimojnë në këtë pikë, sepse nuk kanë qenë efektive. E vërtet është. Por e vërteta është, unë mendoj që e vërteta është efektive kur flitet. Dhe atje është podiumi më i lartë në vend. Dhe po thua që opozita nuk po e përdor. Nuk po e përdor, po e keq përdor. Megjithatë, kur flasin opozita, është një konglomerat, ku sigurisht qëndron Partia Demokratike, që është më e madhja dhe shumë në diferencë me të tjerat. Megjithatë ka edhe disa parti politike të tjera, të cilat janë pjesë e mozaikut të opozitës, që është Partia Mundësia me 2 deputet, ndërkohë Partia Bashkë, e cila ka 1 deputet,
Partia e Shqipëria Bëhet e Adriatik Klapaj ka një deputet. Si e shikoni, le të themi, pas panoramën politike tani, kur janë dhe këta në skenë? Kjo është, tani jemi në moment me vërtet shumë interesant, sepse nga njëra anë hyrja e këtyre në parlament të jep shpresë, pra se diçka do lëviz nga dalë, dhe ndoshta në një moment mund të ketë një ndryshim pak më radikal. Okay, Por nga ana tjetër, kemi prap dy partitë e mëdhaja, cilat duan të ruajnë status quo-n, dhe kemi Partinë Demokratike, e cila bllokon të gjithë të tjerat, kam përshtypjen. Se kur e thash për aksionin, kam përshtypjen Partia Demokratike me këto aksionet e veta bllokon gjithë opozitarizmin aty në parlament. Dhe i jep edhe qeverisë një justifikim që tashmë llogaridhënie, sepse sa rehat që të bëjmë këtë. Po thua që e gjithë kjo mund të ketë një lloj strategjie? Një lloj strategjie ku PD-ja fik mikrofonin duke qenë vetë Sherxhiu, edhe e ka skenën, le të themi, është aty, nuk është mirë, por në të njëjtën kohë bën zhduk dhe bllokon edhe këta tjerë. Domethënë mund të jetë edhe kjo një. Këta mund të kenë propozime, këta mund të nxjerrin në pa problematika dhe bëhet fare ai kontrasti, si operon PD-ja dhe si operojnë këto partitë e tjera. Dhe kam përshtypjen se Partia Demokratike do fillojë do punojë edhe më aktivisht kundër tyre. Kjo është replikimi i Ramës pastaj. Po, kjo është replikosh Rama e ka skenën të lirë, dhe ky është problemi kryesor. Rama e ka skenën të lirë. Tani agjendën e vendos ai dhe unë jam shumë realiste kur e them këtë. Nëse unë dua ta di se si është realiteti, që të shikoj se ku është mundësia për ta ndryshuar këtë realitet. Dhe tani jemi në atë që çështja e ditës që do diskutohet në media e vendos qeveria. Dhe ti mund të rrish dhe të diskutosh një javë dhe je i detyruar të përfshihet në ato debate që qeveria u ka dhënë prioritet dhe u ka dhënë zë. Dhe opozita dhe aq më pak partitë e tjera nuk arrin të imponojnë një debat. Ndoshta kjo onkologjikut është një rast shumë i rrallë, do thoja. Dhe një mundësi që nuk duhet lënë ta shpëtojmë pikërisht sepse është e pamundur tani që të ngrosh çështje të tilla. Edhe sepse në një farë mënyrë i servirur, edhe opozita është i servirë në një pjatë argjendëm. Edhe ka ndodhur edhe në të kaluarën dhe e dim që i ka keq përdorur këto lloj mundësi. Megjithatë, nëse skenaret e këtyre dy të mëdhenjve janë pak më të lexueshme, ç'mund të bënin këto, le të themi, spazma të vogla, partitë të reja, të cilat po mundohen të faktorizohen, ose po nuk duhet më japësh shumë të përgjithshme komenti, po duhet ta japësh për secilin. Nëse më thënë lëvizjen bashk, mundësia dhe Shqipëria Bëhet. Si e ke parë mbas zgjedhjeve atati? Okej. Në radhë të parë unë mendoj që këto zgjedhje, se pati thirrje që këto të bashkohen, por unë mendoj që ishte e rëndësishme që këto të identifikoheshin si entitete politike në radhë të parë. Bën sens. Sa ishin, domethënë, më sa për krahje sa kishin. Dhe ajo ishte më e rëndësishme se të bashkoheshin. Ndërsa tani në këto momente mendoj që është shumë e rëndësishme që këto të mendojnë për një aksion të përbashkët. Nuk po them të gjitha nga të ranët, po qoftë edhe 1-2-3 aktorë. Siç është kandidati për qytetin e Tiranës, për shembull? Po, ajo ishte një mundësi e mirë. Ishte një mundësi e mirë që PD-ja e dogji. Pse e dogji? E dogji nuk do të them cilësinë e kandidatit se nuk dua ta fyej personin në fjalë, por nuk e shikoj si personi që do bashkonte njerëzit rreth tij. Të gjithë njerëzit, sepse përveç bashkimit të këtyre partive do të ishte edhe kandidati vet që ishte një aset ndaj këtij frontit gjerë opozitar më vete. Dhe mendoj që kandidati i dur me vërtet mund të bashkonte shumë njerëz edhe përtej këtyre partive. Pra bashkimi në vetvete është diçka që ngjall shpresë. Dhe kandidati i dur mund të ngjallte shpresë shumë të madhe. Mendoj sa të përmbyste edhe raportet. E vërtet, unë e kam ndikur, këti kanë qenë shumë intensive kur ishte kjo periudha e kandidatit, edhe e ke shprehur edhe haptas pëlqimin tënd për njërin prej kandidatëve. Dy, të them të drejtën. Domethënë dy prej kandidatëve që u thanë ishin kandidat dinjitos dhe mendoj që Dhe unë ndër emrat që përmendeshin, pastaj unë po i fut të tre, domethënë për shkak se e kam miq të tre, isha në kështu e ke parasysh kujt ja prish edhe kujt ja ndreq. Megjithatë, ju mendoni që u prish ky proces, se për shembull edhe kandidatët që ti do shumë dhe do doje të ishin aty, domethënë e pranuan
krijuar një lloj konsensusi. Pra kandidati që sot është emri i Binajt ka marrë ishte mund ta konsiderosh një lloj imponimi nga Berisha, por nga ana tjetër ka marrë konsensusin edhe të partive të vogla, po edhe të dy kandidatëve që ishin në pjatë me dhe Asimian dhe Edlirën. Po, e vërtet. Kemi gjëja pozitive që pash nga kjo është që të paktën kemi arritur në atë pikë që e ndjejmë nevojën që ta ndërtojmë të konsensus edhe se është më i rëndësishëm ky konsensus se sa ndjenjat tona personale. Dhe Partia Mundësia doli dhe e dënoi hapur procesin që nxorri që ndoqi Partia Demokratike, domethënë ata që do krijojë një grup pune dhe pastaj morin vendim vet. Kjo është e vërtetë. Por pastaj për të ruajtur parimin dhe për të ruajtur konsensusin dhe për të mos e djegur këtë shans që ka ardhur, dhe unë mendoj që kjo është pjesë shumë pozitive. Shkoj me zemër të thyer. Me zemër të thyer, por do e mbështeti. Kjo është gjë shumë pozitive. Unë e quaj pak shans të humbur sepse një kandidat i dur që i kishte tërë këtë mbështetjen, mendoj që do kishte më tepër efekt në votë. E vërtetë është. Do kishte vjelje më të madhe vote. Edhe megjithatë duhet parë sepse ndërkohë që kur ky intensitet ngjarjesh ndodhte, kishim një datë për Tiranën, kishim zgjedhje në Tiranë, ndërkohë që mbasi ky proces përfundoi në kuptimin e kandidatëve, ne tashmë nuk kemi zgjedhje në Tiranë, edhe kjo për shkak të një aktori shumë interesant që është presidenti i Republikës. Edhe unë po shkoj tek të gjithë se dua të marr për të gjithë nga pak një opinion edhe një qëndrim se ku ti qëndron. Si të zhdukur veprimtaria e presidentit të Republikës në kaq sa i kanë zyrë, po edhe për çështjen në fjalë. Interesante është që të gjithë presidentët që kemi pasur deri tani gjithsesi secili prej tyre ka krijoi pak atë identitetin dhe karakterin e vet institucional. Po. Ndërsa për presidentin e fundit realisht bëj përjashtim, sepse është karakteri më pa karakter që unë vlerësoj. Pse? Në sensin që si president nuk ka mbajtur asnjë qëndrim. Është presidenti i firmës. Çfarëdo gjë që i ka ardhur në tavolinë, thjesht ka firmosur. Dhe tani thjesht e ka çuar pak më larg atë që bëri. E vërtetë është. Duke thyer kushtetutën sepse kushtetuta vendoste në taksative të drejtën e kryetarit të bashkisë për të ankimuar. A ka të drejtë në atë ankesë apo jo është tjetër problem, por është taksative që ai e ka atë të drejtë. Nuk kishte nevojë për një kualifikim juridik për ta kuptuar çështjen. Pikërisht. Ndërkohë që presidenti ka këshilltar juridik dhe është absolutisht i informuar edhe pse mund mos jetë i fushës. Po, ma merr mendja që duke qëndruar në atë pozicion, si do thënë, ja merr pak punës. Kështu që ai e dinte shumë mirë që po thyen te kushtetutën, thjesht mendoj që nuk ka qenë vullneti i tij, po ka qenë vullneti i imponuar nga ekzekutivi, nga Rama, shkurt puna. Edhe pastaj kur doli vendimi i gjykatës kushtetuese, dhe vendimi i gjykatës kushtetuese mua më duket shumë interesant, sepse her pas here po shikojmë vendimet, edhe mua më duket sikur gjykata kushtetuese përpiqet të ruaj pak ato balancat, herë është në favor të qeverisë, herë. Por në këtë rast, nëse do ta kishte marrë atë vendimin, duke thyer kushtetutën, mendoj që do t'ia kishte hequr veten gjithë autoritetin, si institucioni i pavarur, si institucioni më i lartë për gjykimin e kushtetutës. Dhe që gjykon themelet e gjithë sistemit tonë demokratik, shkurt puna. Edhe është pak interesante për mua të gjykosh pak ato balancat e pushtetit. Edhe në këtë rast jam e lumtur që gjithsesi, edhe pse asnjë pushtet nuk e konsideroj totalisht pavarur, këtu prapse jemi në atë pikë që ka një. Vendimarrja ishte unanime. Po. Ka një përpjekje dhe ka një vullnet për të ruajtur kushtetutën dhe për të ruajtur pavarësinë e atij institucioni dhe është kjo një nga të mirat e sistemit drejtësisë në reformuar? Po, mendoj se po. Mendoj që i ka dhënë ca dhëmb këtij sistemit të drejtësisë. Ata e kanë kuptuar që pavarësisht se kanë një varësi nga qeveria, prap kanë një agjenci vet, kanë një autoritet vet. Dhe sigurisht kushdo që ka autoritet nuk e lëshon atë autoritet. Absolutisht po. Le të jetë edhe një qeveri e mbi pushtetshme dhe gjithë pushtetshme si kjo e jona. Kjo është pozitive. Dhe mendoj që sistemi i drejtësisë deri tani ka qenë ai që na ka dhënë një farë shpresë dhe na ka mbajtur pak këto vitet e fundit, po të jemi të sinqert me veten tonë.
Jo, kjo është e vërtetë, sepse edhe kryesisht kur bëhet fjalë për drejtësinë, unë i referohem më shumë SPAK-ut, se nuk është se po shkon për shembull mamaja ime që u bën ja 10 vjet me një gjyq pune, është akoma në shkon shkallë e parë, shkallë e dytë, shkallë e tretë, pastaj shkalla e tretë e çon prapë te shkalla e dytë, e tani është shkalla e dytë, domethënë u bën ja 10-11 vite, e cila nuk gjenet. Pse duhet Në ana tjetër, struktura e posaçme e krimit të organizuar dhe korrupsionit ka bërë atë që ne jemi mbërthyer, ka thyer mitin e pandëshkueshmërisë. Kjo është pandëshkueshmërisë të personave me pushtet. E vërtet. Ka qenë problem shumë i madh. Ju mendoni që mbas mandatit 4 kjo do jetë një realitet në vazhdimi SPAK-ut? Mendoj që do ta shikojmë së shpejti. Se për shembull është komisioni Xhafa që është menduar që mund të qeveria e ka kuptuar që duhet të bëj diçka sepse kemi një vatër të re pushteti të pavarur. Që mund të negociojë me qeverinë, po prap është e pavarur në të drejtën e vet. Dhe do që me të gjitha mënyrat do që ta sulmojë. Dhe fatkeqësisht, ne jemi në atë moment historisë që interesat e qeverisë dhe opozitës që kanë numrin e më të madh të vendeve në parlament përputhen. Këta nuk kanë nevojë as të hyjnë negociata, as të shtrëngojnë duart, as të puthen. Këta u mjafton që kanë një interes të përbashkët dhe atje të ngrënë ato kartonat dhe sistemi jon i drejtësisë që ka fituar një farë pavarësie kanë frikë se shëshohet. Kjo është frika ime, them drejtën. Është e mundshme? Po, është e mundshme. Nuk po them që do ndodh, sepse prap thash që ka pushtet. Ka pushtet sistemi i drejtësisë. Nuk duhet të ndodh. Problemi është se si e shesin, sepse qytetarit thjesht duhet ja shpjegosh pak që në qoftë se sistemi i drejtësisë ka probleme, dhe ka probleme, kemi propë probleme. Ti them, kemi çështje që zgjasin me vite të tëra, kemi prokuror gjykatës të korruptuar, të gjitha këto ekzistojnë, por sistemi i pavarur i drejtësisë është një sistem që i ka të gjitha institucionet, pra është një sistem që e ka mekanizmin e korrigjimit brenda. Nuk duhet të korrigjoj qeveria drejtësinë. Qeveria duhet të prodhojë ligjet, domethënë qeveria duhet të ekzekutojë ligjet, ligjvënësi duhet të prodhojë ligje të mira. Qofse ka probleme drejtësia, kemi gjithë ato institucione që u krijuan nga reforma, të cilat supozohet që do korrigjojnë sistemin. Në fundit edhe ti kur shkon në gjykat, ke shkallën e parë, shkallën e dytë, të gjitha këto presupozojnë që mund të kenë gabime, mund të kenë njerëz të korruptuar aty, mund të ketë dashakeqësi, ku ta di unë, edhe sistemi mund korrigjohet. Kjo është e vërtetë, dhe sa herë ne si qytetar kemi probleme me drejtësinë, përgjithsisht qeverisja si thot ka sistem ankese, domethënë ti do ankohesh te shkalla e parë, te vesh te tretë, dhe po se ke edhe te e treta ka Strasburg, ka, domethënë ti tregojnë shkallët mirë. Kur kryeministri ti del në një vendim te shkalla e parë në kundërshtim me ato siç mund të ishin këto të thethita, nuk e di se çfarë po kjo fushata që ose siç doli ajo e Universitetit Bujqësor Tiranës që u shqetësua se u arrestuan disa për shkak të abuzimit. Nuk pritën fare sistem drejtësie. Jo. As që ka shkallë të parë, as që shkallë të dytë, direkt sulm frontal. Edhe nuk i konsumojnë ato që ne na thonë që duhet konsumuar. Sepse unë mendoj që Rama ka treguar që gjithmonë i krijon çik kushtet në publik, pra krijon këto operacionet propagandistike para se të marrë një mas. Pra, para se të fillojmë me vërtet punën ky komisioni, që ka qenë pak i tjetër këto kohë, unë mendoj se po punon. Shtrohet pak rruga në publik, flasim, diskutojmë, diskreditojmë gjyqtarët, sistemin e drejtësisë. Të gjitha problemet dalin që ishin në fund, dalin papritur në sipërfaqe. Edhe pastaj që të çoj ujë pak aty te burimi i vet, që të mos ketë shumë rezistencë në publik kur ai të sulmoj SPAK-un. Tani po bëhem unë pak kështu, jo konspirativ, por kjo është temë shumë interesante dhe them që konspirativ në aspektin që mbase Partia Socialiste këta e ka pak të trashëguar. Po them, nëse ka rënë nga Partia Komuniste, sepse është një fenomen shumë interesant që ndodhte gjatë regjimit të diktaturës, që do të thotë organet e ligjzbatimit ose qeveria nuk shkonte direkt në mënyrë të rrufeshme të bënte një arrestim dhe ta shpalte atë armik të popullit. Sepse qytetarët do stepesin edhe do thonin që ore po ky ishte i preferuar i partisë.
si e mori partia këtë, nga i thot tani që është armiku i popullit, po ç'a bënte partia? Kishte të instaluar këtë institucione thashë themit, këtë që thua ti. Domethënë edhe në popullat fillonin 3-4 muaj para dilnin fjalë. Ai është bërë liberal. Ai nuk po shkon në linjën e partisë. Jo po do ta gjej nga partia, jo po ai ishte armik i popullit, domethënë e konsumonte njëherë me thashë them publiku dhe mbasi publiku të shpallte ty armik sepse të frynte në një lloj mekanizmi. Ishte vendimi i fundit. Qeveria shkonte dhe plotësonte një vullnet të popullit. Pra qytetarët domethënë bëhesh e dëshirueshme pasaj ajo, edhe dukshëm që ky mekanizëm fin, elegant jo i etikshëm, duket që vazhdon dhe funksionon. Pra ti hidhesh një në publik, fillon e diskreditohet, dalin gjitha në sipërfaqe ato që qeveria ose ekipit i ka mbuluar dhe pastaj vjen arrestimi shumë pritur nga qytetarët edhe nga publiku. Nuk e dia është vazhdimsi, mund të jetë. Për shembull, tërë ministrat arrestoheshin disa muaj pasi iknin nga ministra. Po. Ose gjithë zyrtarët fillojnë arrestohen ca muaj mbasi kanë ikur nga zyrtarët, që ti e lëshon njëra atë, fillon thashë themnaja dhe pastaj kur e kap ke kapur të duhurin. Po, nuk e dia është thjesht strategji politike se ja këtu thashë u bëra konspirativ. Po, mund të jetë edhe vazhdimsi sepse Partia Socialiste thjesht ndryshoi emrin, ndryshoi simbolet, dakord. Ka një vazhdimsi, ne dim që ka një vazhdimsi. Vetëm 2 javë më parë, ndërkohë Partia Socialiste vazhdon edhe e mban gjallë pak atë traditën dhe kulturën socialiste, duke promovuar edhe figura si Enver Hoxha, domethënë, të cilat janë figurat e nderuara të kombit, të cilën e konsideronin e heroi popullit. Heroi popullit, pikërisht. Dhe kjo është për mua është e tmeshme, kështu që ka një vazhdimsi dhe ka një tentativë aktive për ta mbajtur gjallë atë traditë, kjo është e sigurt. Në këtë rast, ajo që më bën përshtypje dhe që ne duhet kuptojmë, se kuptojmë fuqinë tonë si njerëz, është që edhe qeveria më tiranike ka nevojë për legjitimitetin e popullit, ka nevojë për legjitimitet. Dhe legitimiteti gjithmonë kurdo buron vetëm nga populli. Mund të jetë strategjia se si e shtrembërojnë këtë lloj mekanizmi, si të puna jonë, ne mendojmë që ne nuk kemi asnjë lloj pushteti, ka ai është mbreti, siç e kemi ne. E gjithë narrativa Shqipëria nuk bëhet se janë ata janë pronarët. E gjithë narrativa thotë që ti nuk ke pushtet. Po faktikisht, po ti shikosh nga afër se çfarë bëjnë, dhe çfarë përpjekjesh bëjnë për të riprodhuar këtë mbështetjen popullore. Pra, nëse nuk e kanë, e riprodhojnë kështu si perceptim, sikur e kemi. Ky është pushteti. Kanë nevojë për legjitimitet. Që do të thotë ne e kemi në dorë të mos e japim këtë legjitimitet në çdo kohë. Po kjo kërkon një farë vedije kolektive tonën dhe ne nuk e kemi, kam përshtypjen. Ende nuk e kemi. Edhe unë bie dakord. Ose duhet, nuk e di, duhet një thyerje, nuk e di se çfarë mund ta sjell që të lind kjo vedije, ose duhet në kohë. Kam përshtypjen që u takon sakrificës së pakicës intelektuale ta bëj këtë. Për momentin po. Si detyrë, po deri ta bëj, kam shtypjen që ne do të jemi duke komentuar. Ne jemi në minutat e fundit të komunikimit bashkë dhe unë e shijova shumë gjithë të xhiro që i bëm ne një seri çështjes. Megjithatë, unë kam edhe një kuriozitet të shtuar që është pyetja ime e fundit, sepse ti ja ke dalë të bësh diçka që ne s'po e bëjmë dot, që të lesh Tiranën. Tani mbas shumë kohësh, se në fillim unë i kam marrë përshtypje, kam dëgjuar edhe komunikimet që ti ke bërë shpeshherë në komunikimin publik për gjithë procesin. Tani mbas kaq shumë kohësh, je bërë pishman? Jo, nuk kam bërë pishman. Domethënë e ke lënë Tiranën, nuk e ke lënë Tiranën për të ikur në një shtet tjetër, ose po vjen shumë. Jo, e kam lënë, unë prapi në një farë mënyrë punoj në Tiranë, një pjesë të mirë të kohës dhe jam këtu. Po. Por për të jetuar nuk do të kthehesha, sidomos jo në këto kushte. Imagjino unë kam ikur para 5 vjetësh, para 10 vjetësh, ne të tërë paralajmëruam se çfarë do t'i ndodhte Tiranës dhe filluam edhe ato aksionet tona. Qysh para se dilte plani urbanistik i Tiranës, që kishte gjitha këto kullat. Qysh atëherë kisha dëshirë, nuk e konceptoja më do të jetoja në Tiranë, jeta ishte shumë e vështirë kur bëra prind, pastaj
aty fillon kolapsove fare. kolapsova, po. Sepse ti nuk jeton në qendër të Tiranës, se nuk i ke mundësi, ti jeton diku në periferi të Tiranës, punën e ke në anën tjetër të Tiranës, këndin e vetëm kështu natyror që ka Tirana, e ke në anën tjetër të Tiranës, edhe thjesht nuk ke mundësi që ta çosh fëmijën tënde jo një ditë për ditë, po një herë në ditë. Mbaj mend, sidomos gjatë verës, tmerrshme, Tirana është e tmerrshme gjatë verës. Kur e kisha çunin të vogël, doja të veja të gjeja një oazë ku të merrja frymë, sepse këtu të merret fryma. Dhe shkoja te liçeni i Tiranës në zgjidhje. Dhe derisa kisha arritur atje, më kishte ikur dëshira për të jetuar, domethënë se nuk ka edhe sistem transporti funksional. Që janë të gjitha këto mungesa e faciliteteve, mungesa e mbështetjes këtu në Tiranë, që ta bëjnë jetën të pamundur këtu si prind me fëmijë. Se le të themi që kur je i ri atë pluhrin e a edhe për mod, për pastaj. Po kur bëhesh prind, pastaj aty fillon e kupton vështirësitë e mëdha. Dhe tek ne na ke lënë në këto vështirësitë e mëdha, unë jam shumë në zili nuk do kthehesha këtë. Po ta shikosh këtu, ndërtesa shtohet, po jo rrugët. Nuk ke rrugë, nuk ke ku të lëvizësh. Edhe unë mendoj, shiko, unë edhe për çështje profesionale të ndërtimit të arkitekturës, të asaj që kam profesional, ri edhe mendoj dhe them, ore si një i pasur bën një kull në një vend ku pa kull ti ngec në rrugë, në trafik, dhe ti do bësh një kull nga ku njerëzit do duhet të qarkullojnë, domethënë edhe ti hedh, ku diun, 50 milionë euro, 40 milionë euro. Edhe ka vetëm një shpjegim, pse ose ato 40 milionë euro, 50 milionë euro nuk do të thonë asgjë për ty. Ose ne të tjerët nuk arrim të kuptojmë që këtu ka trafik edhe gjithë kjo po e shijojmë, nuk e shikon vizionin. Do nëse gjithë kjo është një keq kuptim i madh që po i ndodh vendi. Unë mendoj fatkeqësisht që ajo që shikonim në 10 vjet më parë, fatkeqësisht ka ndodhur tani dhe problemi është që si ta zhbosh. Kjo është dilema më e madhe. Tani kemi edhe të folim për zgjedhjet e Tiranës. Dhe për Tiranë kjo është gjithmonë pikpyetja më e madhe. Si ta zhbosh gjithë këtë kaos urban? Si ta bësh këtë qytet i jetueshëm për qytetarët e vet? Se dalin dhe thonë që e kemi ndërkombëtarizuar, kemi shtuar turistët. Dakor, kjo është aspekt pozitiv. Po çështja është po njerëzit që jetojnë këtu. Po. Domethënë Tirana zhvillohet për turistët, por jo për ata që bëjnë një fotografi në një moment caktuar dhe ikin, po gjithsesi duhet bëhet e jetueshme për qytetarët. Dhe nëse bëhet, unë absolutisht bie dakord që është e mundshme, po është e mundshme vetëm me ndërhyrje radikale. Sa të mundshme kemi ne ndërhyrjet radikale, pothuajse i kemi të pamundura, kështu që do duhet të jetojmë me shpresë, po jo me ndonjë ndryshim efektiv. Rezarta, unë të falenderoj shumë që ishim bashkë në këtë komunikim, edhe shpresoj që edhe ti të kesh qenë komode Ishte shumë komode, siç u duket edhe nga rrjedhja e bisedës. I nxorra nga gjitha ato që kisha. Dhe populli thotë ç'kishte barku. Po. Shumë terapeutike. Mirë, unë të falenderoj edhe gjithashtu do doja të falenderoj edhe miqtan të cilët na ndjekin. Edhe sigurisht duke shpresuar që të ketë qenë e frytshme edhe pse jo një pjesë e bisedës mund të ketë qenë e nevojshme për mënyrën se si ne operojmë në mënyrën e të menduarit, po edhe fizike në qytet, në hapësirën publike, në politika, po në hapësirën profesionale tonë. Kështu që unë ju le takim në të premten tjetër me bashkëbiseduesin e radhës. Faleminderit.